Takimi një mi të rinj iranian me Mariam Rajavin. Në të shtunën, më 25 tetor 2025, u zhvillua për rreth 8 orë ky takim me pjesëmarrje të njëkohshme në Bonn, Londër dhe Zürich, ndërsa të rinj nga Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Australia u bashkuan online. Zonja Rajavi theksoi rolin përcaktues të brezit të ri në përpjekjet për liri dhe sovranitet popullor, domosdoshmërinë e organizimit dhe solidaritetit mes brendësisë dhe diasporës, si edhe mbështetjen e programit të opozitës për t'ia kaluar pushtetin votës së lirë. Përfaqësues të rinisë nga shtresa dhe profesionet të ndryshme, sportist, inxhinier, jurist, mjek, student dhe akademik, ndalen të përvojat e tyre, familjet e dëshmorëve dhe komunitetet e të rinjve iranian në vende të ndryshme morën fjalën, ndërsa pjesëmarrës që kishin rol në ngjarje brenda vendit sollën rrëfime për qëndresën dhe shpresën. Njëkohësisht, figura politike nga vende të ndryshme ndoqen si vëzhgues dhe shprehen për krahje. Më pas, përfaqësues të 32 shoqatave të rinisë nga Evropa, Amerika dhe Australia nënvizuan vazhdimsinë e veprimtarive qytetare dhe fushatave ndërkombëtare. Në mbyllje, rezoluta theksoi vijën jo shah, jo sheik dhe hodhi poshtë çdo autokraci e vartësi, shpalli mbështetjen për organizatën e mujahedinëve të popullit të Iranit dhe alternativën demokratike, përkrahu veprimet e qendrave të kryengritjes kundër gardës revolucionare, si edhe programin me 10 pika të zonjës Rajavi për Iranin e së nesërmes, republikë, zgjedhje të lira, ndarje të fesë nga shteti, barazi gjinore, drejtësi me gjyqësor të pavarur, liri partia e shtypi, shfuqizim të dënimit. Me vdekje, Iran jo bërthamor dhe marrëdhënie paqësore me botën. Ky takim dëshmoi se, pas 60 vitesh përpjekje, brezi i ri, sidomos në diasporë dhe gjithashtu brenda vendit, po i kthehet gjithnjë më shumë kësaj organizate dhe në të sheh horizontin e Iranit të lirë të së nesërmes.